Populli Thamud ishin arab. Këta njerëz ishin pagan. Dhe Allahu të këta dërgoj nga mesi I tyre Salihun alayhis salam për të thirrë në tauhid, në fjalën la ilaha illallah. Përderisa ishin të bua në një vend shumica e tyre, veçanti paria, Salihu alayhis salam I afrua afër dhe për thirrë, për sjell fakte dhe argumente për njohurinë e Allahut të tjerë. Dikush prej tyre kujtohet dhe I thot: "O Salih, ti më na lodhe, nuk po na lën rahat. Ti nëse vërtet mendon se je I dërguar I Zotit, e që ne nuk të besojmë që je dërguar I Allahut, atëherë a shef këtë guri që është para nesh, lut e Zotin tënd, let na nxjerr pe çati guri, të hapet e guri, e le del një deve, e cila është kështu, madje me barë, muajin e 10, duke lindur. Salihu alayhis salam po lutet që Allahu me ju përgjigj te bareke ve taala. Dhe o qa guri, doli devja. Identik se që kërkua, dhe nuk shkegjatë dhe devja lindi. Dhe këta kishin një post kryesor, ku mërnin ujë krejt njerëzit. E Allahu po I thot këtu: lajmërej popullin tënd se tashmë uji është I ndarë në 2 pjesë. Një ditë ka me pi ujë devja, se e pin shumë, se shumë e madhe, krejt pusin e pin. E një ditë kanë me pi ujin këta. Kështu që ditën që devja nuk pin ujë, o sjell ty në tamel. Dhe o sjell tamel për krejt miletin, çka janë çatë. Pas një kohë, Zoti din sa të gjatë, atyre ju bo manatan, ju mërzit devja. Dhe e therrën më të fortin e tyre, shokun e tyre, Qudar ibn Salih, I cili ka qenë njeriu më fesadgji në krejt popullin e Salihut alayhis salam. Dhe ai shkoi e morri shpatën, ju afro ka dalë deves, e I ran kam në herën goj, se s'mujtë me rrilar deven, sa mërzua ajo, e pastaj ju qu dhe I ran qaf dhe e mbyti deven. Dhe kur e kuptoi këtë krejt Salihu alayhis salam, I tha: I keni afat vetëm edhe 3 ditë me e shijue, me hangër, me pi me shiju këtë dynja, çka dëni bëni 3 ditë. Dhe ne lëshuam kundër tyre një ushtim, një brim të madhe, të cilën e lëshoi meleku Gjibril, nga e cila mbetën të vdekur që të gjithë pa asnjë përjashtim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala, dhe salavat e selam e dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu taala alaihi wasallam, familjes së tij, shokët e tij, dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa e kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, edhe me te jemi në surat Al-Qamar. Pasi që i madhi Allah të bareke wa ta'ala në foli për popullin e Nuhut alayhi salam, se si e përgënjeshtruan dhe se Allahu i dënoi, shkatërroi. Më pas në foli për popullin Ad, popullin e Hudit alayhi salam, të cilët po ashtu përgënjeshtruan pejgamber të Zotit, dhe Allahu i shkatërroi. Tani Allahu në cek tregimin e tretë me radhë, krejtu tregime shkurtimisht, jo në detaje, sepse në detaje ka ceku në vendet e tjera, ndërsa këtu i cek vetëm sa për të akujtuar me kazve, idhitarve me kazë, se qëfar i pati gjetur, ata arrogant, mendje mëdhej, krejlart, qëfar, kundërshtar, mohues, të mrekullive të Allahut, të shenjave të Allahut, të pejgamberëve të Allahut. Jemi në tregimin e tretë tek populli Thamud, populli i Salihit alayhi salam. E që për ta kemi folur sa e sa herë në detaje. Andaj këtu flasim shkurtimisht, por megjithatë cekim diçka rreth tyre sa për ta rikujtuar, apo për të mësuar ata të cilët ndoshta nuk kanë njohuri të bollshme apo e kanë harruar. Populli Thamud ishin arab, dhe banonin në gadishullin arabik. Respektivisht në veri perëndim të saj, apo të Arabi Saudite ku sot, në veri perëndim të saj, mes qytetit Tebuk dhe mes qytetit të Medinës së Shejt, të Medinës së ndriçuar, Medinës Munawware. Njëra anë ka 440 km, në anën tjetër ka 480. Në mesin ati bije. Ndryshe quhen Medajn e Salih. Populli Thamud erdhen pas popullit e Ad, edhe para Ibrahimit alayhi salam. Quhen Thamud nga një stërgjësh i tyre, i quajtur Thamud, edhe këta quajtën në emër të fisi Thamud, apo populli Thamud. Allah i madhruar tek ky popull të cilët kaluan në paganizëm, para ty në Allahu kishte shkatëruar popullin e Ad, por ata ishin në Yemen. Dhe shkatërimi popullit e Ad ishte i pjesërishëm. Jo sikur se shkatërimi popullit të Nuhit ku ishte i tërësishëm, se meta si qafer në tokë Zotit. Mbeten vetëm muslimanët. Ndërsa me shkatërimin e popullit të Ad, u shkatërua i popull, por mbeten qufar në vendet e tjera. Se do që të jetë, këta njerëz ishin pagan, dhe Allahu të këta dërgoj nga mesi i tyre
një njeri i quajtur Salihun alayhi salam, për të thirrë në tauhid, në fjalën la ilaha illallah, në largim shmangje nga shirku, kufri, dhujtaria, nga veprat e këqija dhe të punuarit mirë, vepra të mira të cilat i dën Allahu dhe porosit Allahu dhe porosit pejgamberit i tij Salih alayhi salam. Thot Allahu azza wa jall, mos a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kadhabat Thamud bin nudhur. Thamudi përgënjeshtroi të dërguarit. Thamudi, fisi Thamud, i përgënjeshtroi të dërguarit. Anë pse të këta ishte i dërguar një, e jo shumës, e që a ishte Salihu a.s. Por, se që kemi cekur shumë herë, a i cili e përgënjështron një pejgamber, i ka përgënjështruar të gjithë pejgamberët. Nga sa të janë të pandashëm, dohet besuar që të gjithë, për ndryshe mohimi njërit është mohim i të gjithëve. Kështu që ata të cilët nuk e besojnë në Salihun, nuk e kanë besuar as Nuhin, as Hudin dhe as i pejgamber tjetër. Deri tek krishterët, të cilët kanë ardhur si milet i parafundit, e që edhe nëse i besojnë krejt pejgamber të mëhershëm, por nuk e besojnë Muhammedun Rasulullah të Allahin qëfar. Dhe i kanë përgënjështruar krejt pejgambert. Të janë fjallë të Allahut. Po ashtu edhe qifotët e vrejt, njëjtën gjë. Nuk e besuan Isa alayhi salam për pejgamber, nuk e besuan Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për pejgamber dhe i mjafton kaq. Asnjë vrejtje, asnjë tmet, asnjë gabim tjetër, po mos ta kenë, mjafton që nuk i besojnë të gjithë pejgamberët. Kthehemi në temë. Allahu po thotë kadhabat Thamud bin nudhur. An-nudhur janë shumës nadhir paralajmërues, pejgamberët të Allahut azza wa jall. Populli Thamud përgënjështruan pejgamberët e Allahut, pra përgënjështruan Salihun alayhi salam, të cilin Allahu u kishte dërguar për pejgamber. Faqalu abashara minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dalalin wa su'ur. Ata thanë, a të shkojmë ne pas një njeriu, ta pasojmë një njeri, të vetëm që doli nga mesi ynë, me pasu një njeri që doli nga mesi ynë. Një. Po ne atëherë do t'i jemi, nëse pasojmë atë, do t'i jemi të humbur dhe të marë, fi dalalin wa su'ur. Nëse ne, gjithë ky millet, gjithë ky kallablak, ka njerëz të mençur mesin tonë, këta zakonisht të thënë paria, se i bie që me thonë najnë atë mençur. Për vetveten e vetë, krejtëna, jena në ujdi, një fjalë, se feja jonë është e mire, shëndosh, dhe s'ka në gjithë keqen te. Tani, ta pasojmë ne një njeri, vetëm, i cili nuk është i rangut tonaj, e të lojmë ne, krejta njerëz tjerë, dhe bindjet e tyne, nëse veprojmë ne kështu, atër ne jena të humbur, e që në kuptan ne lëshojmë tarikun mustaqim, dhe dalim dalalet. Madje jemi të marë, njëse menqër nuk e bëni gjatë të tjilë, në shkojmë as një njeriu gjithaj milet. E haqë me pak, nëse kë njeri është i marë. Sigurisht se me këtë, ata përpiqen që t'i bindin edhe masën e gjerë, se ju pasana neve si shumicë, dhe mos e merrni me këtë që është një njeri vetëm. Kjo asë është më i meqmi, asë është më i dishmi, asë është më i mirë, asë asë gjë. Andaj, për të forcuar të edhe më shumë, këtë bindje të tyre, ata thanë, faqalu abashara minna ulqiya dhikru alayhi min baynina, bel huwa kadhabun ashir. Ata e gjetë Zoti, që t'i shpallë, pra, valë, vetëm ati t'i dërgohet shpallja,
Ku e gjeti Zoti bashkë te? Me bo pejgamber. Ama s'është me i menqëri, ama s'është me i pasuri, ama s'është me fama, sepse gjithmonë njerëzit gjërat i kanë lidhur me famë e emën. Për me qenë dikushit dhe të pas famë, emën me kanë krafort. Me kanë krafort, nuk je krafort, nuk të marrën parasysh njerëzit edhe nësi me i mire dhe me i dishme. Bel hua kadhabun ashir. Jo, nuk është e vërtet që ajo është i shpallur, që ati vje shpallja, por ajo është gënjeshtar. Ajo është rënacak, edhe është në ndjemadh. Pra po këqyr me fitu në nëm. Po këqyr me bot dikushi, pasi nuk është askushi. Po këqyr me fitu autoritet. Po këqyr me marrë masën për i vetës. Andaj, për përdor këtë metodë, kënë se unë jam i shpallur për i Zotit, kënë se Allahu po më flet nue, po më vinë shpallë një për i qirë. Këtë mënyrë ta mundonin të trillonin, gënjeshtra shpifje dhe të mashtronin poplën e tyre që mos ta pasojnë Salihun alayhi salam dhe ja arritën. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. E Allahu po i përgjigjet vetë te bareke o taala. Do ta dinë ata, do ta marrin vesh nesër. Nesër për qëllim së shpejti. Do ta marrin vesh ata nesër, së shpejti pra, do ta kuptojnë se kush është gënjeshtar dhe kush është mendimtar. Do ta kuptojnë ta së shpejti. Se a ata e kanë mirë, a Salihu ka mirë. Se a ata janë në hak dhe nuk kanë nevojë me lëshuat rrugë, me ndru, apo Salihu është hak, ande dohet me pasu. Se apo gënjejnë ata, apo gënjen Salihu, do të kuptohet kjo shumë shpejt. Do të vije koha shumë shpejt, kur ta kuptojnë këtë dynja, para se me kuptu në ahiret, e gjithsesi se do të kuptojnë edhe në ahiret. Pra është për qëllë të vije këtë një dënimi, e i ndreqin i madhi Allah, pas e i të regan Allahu te bareke wa ta'ala. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Ne po ju dërgojmë atyne, apo dërgojmë atyne një deve. Se spro për ta, por ti, Salih vështra, çfarë po bojnë, dhe bën sabër, ndora, ndaj thashëthëmeve, akuzave, shpifjeve, sjelljeve arrogante të tyre. Ne do të dërgojmë atyne deven se sprovë. E pse bash deven se sprovë? Sepse populli Salihut alayhi salam, pasi që Salihu i thirri popullin e vet, apo filloi të thras në rrugën e Allahut azza wa jall, për një kohë sa ka deshtë Allahu gjatë. Ata u përpiqen me mund, me mposht Salihun, po nuk po i arrin. Sepse Salihu është hak, sepse pejgamberët e Allahut janë shumë larg pamsa. Janë mendje prehet, me tajnë argumentet e vërteta, janë të ndihmuar prej Allahut. Nuk mposhten, nuk friksohen, nuk largohen, nuk lëshojnë per. Një, për një, sa 1 milion, sa këtë dyjaja. Dikur, që kemi ceku në tërhimet në ajet në surët e tjera, në surët e Arafe, surët e Hud, surët e tjera, ku ceket këtë tërgjim ma gjerë, dhe atje kemi cekur se çfarë ndodhi me në detaje. Këtu Allahu e ce shkurtimisht po dërgojmë deven. Spro për ta. Përderisa
ishin të buar në një vend shumica e tyre, në veçantë paria. Salihu a.s. i afrua afër dhe prapë e thirrën në rrugën e Zotit. Sepse pejgamberi do të thirrë, jo 24 orë të njëjtin njeri, por mi thirrë, për çdo ditë mi thirrë, mi kujtu kanë të herë të bëjmë, herë vete, herë në shtëpi, herë në rrugë, herë bashkë kur janë, që është të gjenë mundësi. Dhe po i thirrë, po i lënë, po i sjell fakte dhe argumente për një shpërinë e Allahut të tjerë. Dikush prej tyre në kujtohet dhe i thotë, o Salih, ti neve na lodhe, na mundove, nuk po na lën rahat. Ti, nëse vërtet mendon se je i dërguar i Zotit, e që ne nuk të besojmë që je i dërguar i Allahut, nuk të besojmë ne. Por me qenë se ti veç po pretendon dhe nuk përshëmpe, atëherë a shef këtë guri që është para nesh, lut e Zotin tënd, let na nxjerr pe qati guri, të hapet e guri, e let del një deve, e cila është kështu, madje me barë, muajin e 10, duke lindur. Dashme të besu, masi që vesh të ka tek ty. Na lodhe. E sigurisht me këtë, ata ishin të bindur si ke, nuk do të bëhen, sepse guri nuk qet hajvan, nuk lind. Por, ke japën edhe një grosh tjetër, dhe ta sfidojnë pejgamberin e Zotit. Salihu a.s. po ju thot atyne, e nëse bëhet kjo, ambesani? Ata i thanë po, të besu. E Allah si në surat Shuara, ma anta illa basharun mithluna. Ti o Salih nuk je vetëm se një njeri sikur se ne, pra nuk je i dërguar i Zotit, je njeri se ne. Fa'ti bi ajetin, in kunte min as-sadiqin, në sjell një argument, një shenjë, nëse je i sinqert në atë çfarë pretendon. Pra, le ta nxjerrë Zoti yt një deve prej këtij shkëmbi. Salihu a.s. hyri në faltorën e tij, po fal namaz, po lutet, që Allahu me ju përgjigj të bareke wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall, pra e thane pja dërgojmë devën, dhe o qa guri, doli devja. La ilaha illallah, identik se që kërkua, dhe nuk shke gjatë, dhe devja lindi. Këta e panë, ka qahet guri, ka del devja. Një pjesë e madhe, bukur e madhe besuan sa për atë. Atë për atë besuan. E një pjesë e këti numëri që e besuan, më pas o këthyn sërish në kufër e në shirë, e një pjesë e tyre në ngellën dhe betër musliman deri në vdekje. Thotë Allahu me vazhdim, wa nëbihum anë l'mae qismetun bejnehum, kullu shirbin muhtadar. Dhe të regoj atyne, lejmërej ata, bënjo me di atyne, se uji është ndarë veç e veç. Se uji është ndarë për ta veç e veç. Se cilët dhe paracitet për të pirë ujë në randën e vetë kur e ka. Që të me thonë kja? Pasi që Allahu anëzori deve për i shkambit, deve e madhe gjigante, që s'kan pas syt e insanit asë deve kur të madhe, e që ta shkuptojmë pse ka qena që madhe. Dhe këta kishin një post kryesor, ku mërnin uj krejt njerëzit. E Allahu për i thot këtu, lajmërej popullin tënd,
se tashmë uji është i ndarë në 2 pjesë, në 2 grupe. Një ditë ka me pi ujë devja, se e pin shumë, se shumë e madhe, krejt pusin e pin. E një ditë kanë me pi ujin këta. Dhe se cila palë, devja vetën, këta një vetën një palë, dhe ta ruajnë rendin e vetë kur e kanë. Devja nuk vjen kur e kanë këta ditën me pi ujë, me marrë ujë, po edhe këta nuk bën me shku të bonari, të pusi, me marrë ujë ditën kur e ka devja me pi. Kështu që ditën që devja nuk pin ujë, o sjell ty në tamel. Dhe sjell tamel për krejt miletin, çka jenë që aty. Tash kuptohet sa ka qenë devja madhe. Krejt ky milet ka mungi qumsh prej të saj. Në ditën që kjo nuk pin ujë. Kështu që lënë devën edhe ditën e saj dhe të pin ujë, ju ditën ju që keni me pi ujë. Duhet jenë të ndara. Ndërsa në surat Shuara, thëtë Allahu Azza wa Jall, qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Ja, kjo është devja që kërkuat ju. Ajo do ta ketë radhën e saj për të pirë ujë, ashtu sikur se edhe ju, në ditë të caktuar, një ditë ju, një ditë ajo. Dhe kështu vazhdojnë sa deshti Zoti. Devja, me dvoglin e sajna, pëhajnë të lira në natyrë, qa përgjejnë. Pastaj, kur e kanë ditën e vetë, vinë të dyja të pinujnë dhe shkojnë, kullosin, të nesërme nuk pinujnë, për japin tamel, të pas nesërme vinë pra pinujnë, dhe kështu më radhë. Pra këta pa përfitojnë, pa në mrekulli që s'kanë pasyt e insanit, kur, nga se nuk është për ligjeve të natyres më qash këmbe e me dalë për isaj devja, por mrekulli mu'gjize është qajo që thehen ligjet e natyres, s'mundet me qenë mrekulli mu'gjize brenda ligjeve të natyres. E nuk s'juhet mrekulli aja. Të mund të thu filani bërë mrekulli në aspektin gjëfësor, me hiperbolizu diçka, por jo në aspektin real apo shariatik. Sepse insani nuk bën mrekulli. Mrekulli mu'gjize bën Allahu te bareke ve teala me pejgambert e tij. Dhe pejgamberëve të tij Allahu bën mu'gjize, as kush tjetër. Pra devja po vazhdon ta kryejë detyrën e vet, dhe njerëzit po vazhdojnë. Salihu, hala po i thirrën rrugë Zotit. Sepse një numër i madh ende shumica absolute ngelen një besimtar. Pas një kohë, Zoti din sa të gjatë, atyre ju bo monoton, ju mërzit devja. Dhe kemi cekë edhe më herët, kanë qenë një nan kryesor, tis ato rehtin jufsidun, 8-9 veta fesadgji, kanë njërë nan fesadgji, i dërmojnë, i shkatërojnë 900 miq në ush, i kalbin, një mu dhe kalb, ta kalbin një burë. Një krojshë me molla shnoshë ta kalb. Këta fesadgji nëzitnin urrejtje, kundër Salihut alayhi salam, dhe thanë nuk bën me lang të kështu. Këtu Allahu thëtë, فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Dhe e thërën më të fortin e tyre, shokun e tyre. Dhe e thërën shokun e tyre, Qudar ibn Salif, kështu kanë thonë Taberiu, Ibn Kathirit i tjerë, se është quajtur ai qafir, zullumçar, kriminal, i cili ka qenë njeriu më fesadgji në krejt popullin e Salihut alayhi salam. Qudar ibn Salif. Fanadau sahibahum, dhe thërën shokën e tyre, o hajde,
dhe i treguan atij dhe nxitën ata. Veç që dinte por nuk bën kështu, nuk në rregull, devja pa na lëneve pa ujë, nuk po më me marrë kur dojnë, çka ke pun kështu. Falen, fata'ata fa'aqar, dhe ai shkoi e morri shpatën, ju afro ka dalë devës, e ran kam në herën goj, se s'mund të më rrilar devën, sa mërzua ajo, e pastaj ju çu dhe e ran qaf dhe e mbyti devën. E thuhet se krejtë bën ata të nantit, madje disa gra, do dreqen gra, sepse këtu s'ka kohë me cek dhe thash nuk është detaje, për ndryshe ka transmetim që kemi cekur me herët atje se dy gra janë bërë sebeb. Krejt këtë fesad e kanë ba për mja myt devën Salihut dhe për me myt Salihun, sepse një grua i ka thonë që ti shejtanit për me të marrën e tytët dhe ma hek qafe Salih s'me e shah me sy. La ilaha illallah, sikur se që tha atje për Jahjan alayhi salam i thamrejtit. Dhe atë kemi cekur në surët Maryam. Ku mbrejta i ati zemani dishte me marrë një të afërm të vetën, thuhet që i kënë vllaut. Dhe Jahja i tha, jo, kënë shariatin tonë është haram, nuk bën asesi. Nuk bëhet me martu me mahrem, nuk bëhet. Dhe ajo i tha këtina, të heq ma qava që tonë të marrë. Dhe dërgoj mbrejti disa vete dhe prënë Jahjan dhe prejtën me thik. La ilaha illallah. E gruja është kur tha më e fort e shejtanit. Së që tjetë këto Allah nuk përmen gratë. Por ato janë dhëna historike që i kanë cekur ulemat në libra të tefsir të historisë. Këto Allahu po thotë se këta e thërën shokun e tyne edhe ai e morri dhe e therri. Edhe ra poshtë dy gojtë, edhe e ra pastaj shpat e preju poshtë edhe dikur devja është ri për tokë edhe për jap shpirt. Por devja kur e vreti se për jap shpirt, i lëshoj një brim të madhe. Dhe se duket e lemrejt voglin e saj, se ek o bir ek se këta në dëshman të Allahut. Dhe i vogli i saj, në vend që me shku të nana e vetë, i këse e kuptaj, shtas kuptohen me zvete. Dhe hypen i një shkam, dhe 3 herë lëshoj një za, e që me ndohet se i malkaj, e lute Allahun gjuhën e vetë, me i shkatru Allahun. Dhe zëtën këtëri zëra që i lëshoj, ishen vetëm 3 ditë, pas kësa ngjarje që ndodhët të këta. Sepse që ndodhët ditën e mërkur, dhe për të mbeti ajtja, premtja dhe shtunja, e ndjelën saba, këta mëse di ndjeli, nuk dhe t'jenë gjallë. Salihu a kështë të rikë vrejtjen, mës ga bëni me prek deve me të keqe. Se boni e prek deve me... Ja mërë kemene që këta nuk kanë me lanë deve në rahat. Andaj o të rikë vrejtjen, që shënë atësek Allahum surët Hud. Wala të mesuha besuin, fe khudhekum adhabu yawmin adhim, mëse prekni me ndonjë të keqe, mëse ja bëni ndonjë të keqe devës, lënë të lirë, sa në ke për ju e nuk dënë. Sepse po ja bët ndonjë të keqe, ja thyt kamena, i bot diçka, dine që kom ju godit një dënim, i madh ku nuk ka këthim rapa mu. Pra, vrejtja ishte të ta, qortimi ishte. E dinin ata rezultatin, ama nuk e besënë. Dhe e realizun, atë që atëtte, apo kështë e frigë, Salihu, dhe që atë rejki vrejtjen, e mbëtën deve. Fekejfe kane adhabi vë në dhorë. E çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërsnimi im. Pra Allah tash po, ata mbëtën devën po. E ja tash, veç shikoje se çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërsnimi pas që i kërsnuam ne ata
se nëse bën një gjatë të tillë, që kam i gjetë, dhe ja çka i gjeti. Inna arsalna alejhim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir. Dhe ne i shkatëruam ata. Lëshuam kundër tyre një ushtim të vetme, nga e cila ata u bën si shtroj vathe. Kështu kanë thamë, e kanë përkthy. Po në fjalorin tonë, Allahu Azza wa Jall u a dërgoj me lekun Gjibril mas 3 dite që a kishtë dhanë afat Salihu alayhi salam, sepse pjesë e këtij tregimit, po thash një shumë përshkurtojmë, është se këta pasi e mbëtën nanën, e ndoqen të bijen me mytë, nuk mujten, thuhet e bija, pra e vogli, pas të 3 herë palli, pa 3 herë, thuhet o fot në një gurë, që ishte me vrim, o fot në te, dhe o zhdok, dhe thuhet ike, ajo dhe nuk mujten me zanë, e rëndësishme këta bije nuk mujten me mytë, për nanën e mëtën. Pastaj munduan mytë dhe Salihun, që në cek Allah në sure tjera, por nuk arritën me mytë Salihun, dhe kërë kuptoj këte krejtë Salihu alayhi salam, i tha, tamattau fi darikum thalathata ayyam. I keni afat vetëm edhe 3 ditë me e shijue, me hangër, me pi, me shiju këtë dynja. Çka dëni bëni 3 ditë? Me juve mën, çdo gjë përfundoi. La ilaha illallah. E në ditën e 4 në mëngjes, thave që ishin mbledhur, ishin të buar, krejt ishin dani një shehë beton, dhe pritnin qa ka bërë. Dhe pas i lindi dielli, ju erdhi aty në një brim e madhe. Thotë Allah, inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir. Dhe ne lëshuam kundër tyre një ushtim, një brim të madhe, të cilën e lëshoi me leku Gjibril, nga e cila mbetën të vdekur që të gjithë pa asë një përjashtim. E Allah pa dhe këtu mbetën të shkret, të vdekur, të shtrirë, të pashpirë, të palevetshëm, si kurse kashta apo sana që e mërë qëbani dhe që të nkrah dhe e qënë shtalë të lëbëve për mjavqit, me hangër. E një pjesë e asaj a kashta apo sane, ati bereqeti, bjene për tokë, të kam të lëbët kualve, të deleve tjirë, dhe ato ata nuk e këshyrin, për e hajnë ata dhe këte shkjeli, ta për të pevrejt e bëjnë cëp për cëp. Pra, qashtu e në metë këta, asë një i gjallë për i tyne nuk ka metë. Ishkatërëj i madhi Allah të bareke vë ta'ala, ndërsa e shpetoj Salihun dhe ata që ishin mete, e që thuhet ishin vetëm 2800 veta prej ati numrit të madhë, të këtë cilët ishte i dërguar Salihu alayhi salam. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sërëshe përsërit Allah këtë ajet kuranor dhe ne e lehtësuam Kur'anin për mësim, a ka kush që merr mësim prej tina. E lehtësuam Kur'anin bëm të lehtë për ta kujtuar, për ta mësuar, për ta studiuar, për ta adhuruar Allahun me të, për të përfituar për ti, për të mësuar për ti, për këshillave të ti, për urat të ti e të tjerë, a ka kush që merr mësim, ata nuk merr mësim, dhe shumë kushtet nuk merr mësim, me kaset nuk merr mësim, por të tjerët pastaj merr mësim, prej tyne dhe ne, elhamdulillah, marrë mësim për i Kuranit.